Përshëndetje miq të Shëndetit dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Shëndet, ku do të flasim për imazhërinë mjekësore. Për të folur në lidhje me këtë temë dhe rëndësinë që ka kjo në diagnostikimin e sëmundjeve, kemi të ftuar mjekun imazhërisë doktor Almir Skana. Doktor, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje, faleminderit ju që na jepni mundësi të flasim me publikun tuaj. Për të nisur nga baza, mund të na tregoni se çfarë është imazhëria mjekësore dhe cili është roli i një mjeku imazhërisë? Atëherë, diagnoza në mjekësi realizohet nëpërmjet shumë modaliteteve dhe një nga modalitetet kryesore të vendosjes së diagnozës është diagnoza mbi bazën e imazheve, që do të thotë aparatura të ndryshme siç është ekografia, rezonanca magnetike, radiografia me radhë, mundësojnë përfitimin e imazheve nga trupi i njeriu dhe pikërisht këto imazhe interpretohen nga një mjek i cili është i specializuar në diagnozën e imazheve ose radiologji, i cili mundëson që nëpërmjet një imazhi të mundësojë të konkludojnë në diagnozën përfundimtare të pacientit. Pra, marrja e imazheve nga trupi i njeriu nëpërmjet metodave të ndryshme fizike, ultratingujve, rezonancës magnetike me valë zanore apo rrezeve X, mundëson që mjeku të vendosë një diagnozë pa e hapur trupin e pacientit. Pra, është shumë e rëndësishme në roli i një mjeku imazhërisë në gjithë këtë proces. Në vendosjen e një diagnoze janë tre shtylla kryesore. Është anamneza klinike e pacientit, pra marrja në pyetje e pacientit mbi bazën e shqetësimit që ai ka. Është ekzaminimi imazhërik që përcakton referencat morfologjike brenda trupit të njeriu, pra ndryshimet e strukturës, pra një tumori, një infeksioni apo diçka tjetër, dhe analizat laboratorike. Bashkimi i këtyre tre shtyllave arrin në diagnozën e pacientit dhe pikërisht diagnoza mundëson pastaj dhe trajtimi sipas protokolleve përkatëse. Ku ndodhet Shqipëria sot në këto teknologji të imazhërisë? A jemi ne në hapat e duhur? Po ta shohim në gjithë vitet e fundit, pra nga vitet 80 që imazhëria në Shqipëri ka filluar të futet me grafin dhe me skopin, deri sot sigurisht që modalitetet imazhërike në gjithë botën po avancojnë shumë. Pra nëse në vitet e 80 vendosja një diagnoze të një apendiciti, vendosja nga kirurgu nëpërmjet klinikës dhe prekjes së barkut së dhimbshëm, sot asnjë kirurg nuk merr përsipër të futë në pacient në sallën e operacionit pa kryer një ekografi apo një skaner të barkut për ta konfirmuar diagnozën përpara ndërhyrjes së tij. Kështu që modalitetet imazhërike në Shqipëri kanë avancuar mjaft. Së fundmi po tentojmë të fusim atë që është imazhëria intervencionuese, që ka lidhje me bërjen tashmë jo vetëm të diagnostifikimit nëpërmjet imazheve, por dhe të trajtimit të patologjive nëpërmjet imazheve pa ndërhyrë drejt për drejt duke hapur trupin e njeriu. Atëherë, imazhëria intervencionuese ndahet në disa grupe, ndahet në grupin e imazhërisë intervencionuese diagnostike, ku përfshin kryesisht biopsitë. Për shembull, nëse një person nëpërmjet ekografisë dyshojmë që ka një masë në mëlçi ose një masë në mushkëri, e cila nga ana imazhërike dyshohet që është kancer, dhe interpretimet radiologjike që ne vendosim mbi bazën e imazheve i ndajmë në bazë të klasifikimeve europiane, për shembull për tiroidën është tirac, për prostatën është pirac, për gjirin është birac dhe ka 1, 2, 3, 4 apo 5. Në varësi të saj, për shembull, nëse ne themi pirac 4, pra grupi 4 që ka probabilitet shumë të madh për shfaqjen e një patologji maligne, ne duhet ta konfirmojmë këtë gjë. Dhe konfirmimi i biopsisë mund të realizohet në dy forma, ose duke e hapur pacientin duke operuar, duke nxjerrë masën dhe pastaj të çosh për biopsi, ose nëpërmjet imazhërisë intervencionuese, kjo procedurë bëhet akoma më e thjeshtë. Nëpërmjet një agje të hollë, ne e dërgojmë duke e ndjekur në imazhe, pra në skaner ose në ekografi, majën e agjes pikërisht atje ku është lezioni, ku është tumori. Dhe nëpërmjet një agje tjetër që futet mbi agjen e parë, ajo bën një klik dhe realizon marrjen e grimcave të indit brenda tumorit. Këto grimca ne i dërgojmë tek mjeku anatom patolog, i cili vendos tashmë diagnozën. Pra nuk kemi arsye që të operojmë një pacient pa e ditur që është kancer i sigurt, pra siguria e biopsisë është 100% tashmë, dhe pikërisht kjo biopsi e marrë nëpërmjet metodave të imazhërisë intervencionuese, na mundëson ne nëse trajtimi më i mirë për këtë pacient do ishte kimioterapia, pra marrja e medikamenteve, imunoterapia, që është prapë marrja e medikamentesh, apo ndërhyrja kirurgjikale. Pra nuk do bëjmë një ndërhyrje kirurgjikale para se ne të dimë llojin dhe nëntipin e formacionit tumoral. Kjo është pjesa e imazhërisë intervencionuese diagnostike. Kur arrim në imazhërinë intervencionuese trajtuese, tashmë gama është shumë e gjerë. Ndahet në atë që është imazhëri terapeutike brenda enëve të gjakut dhe jashtë enëve të gjakut. Për sa i përket enëve të gjakut, për shembull, kemi parasysh një pacient i cili ka një sindrom që ne i themi claudicatio intermittens. Pacienti referon që thotë të ndal nga shtëpia dhe sapo dal nga shtëpia sa zbresë shkallët në dhëmbin gjunjët dhe nuk lëviz dot.
Pushoj 5 minuta qetësohem dhe përsëri vazhdoj dhe ec përsëri. Ky pacient nga mënyra e klinikës quhet dhimbje me kërcitje ose dhimbje her pas hershme. Pra qetësohet, pushon, vazhdon përsëri dhimbja dhe episodi rikthehet. Në këto raste kemi ngushtim të enëve të gjakut që janë arteriet e këmbëve. Dhe pikërisht për këtë gjë, meqense enët e gjakut poshtë gjurit janë shumë të holla, kirurgët e kanë të pamundur të operojnë enë kaq të holla për të realizuar një anastomozë ose anashkalim. Atëherë njëjta gjë siç ndodh në enët e zemrës që vendosim stende dhe unaza, njëjta gjë bëhet me enët e këmbës, pra ti futesh me anë të një teli ose një gide i themi ne, e kalon ngushtimin dhe në pasi ke kaluar ngushtimin, me anë të një balloni, të realizon hapjen e ngushtimit dhe nëse ky ngushtim ngelet i hapur, terapia mbaron këtu. Nëse aty nuk realizohet hapja totale, vendoset një stend ose një unazë, e cila tashmë e mban rrugën e hapur dhe pacienti nga një simptom që nuk ecën nga dhimbja, qetësohet dhimbja dhe rruga e tij e gjakut është tashmë e lirë. E gjitha kjo procedurë bëhet duke qenë pacienti zgjuar dhe bëhet vetëm atë një shpimi ose në gisht, pra këtu tek pjesa e arteres radiale ose në rrezën e kopshës, e njëjta gjë siç bëhet koronarografia. Ose për shembull, po nëpërmjet imazherisë intervencionuese, një pacient i cili ka kaluar një trombozë në tru dhe është diagnostikuar 0 deri në 6 orë të para, nëse ky pacient nuk trajtohet apo trajtohet në mënyrë medikamentoze me anë të holluesve të gjakut, probabiliteti më i madh i këtij pacienti është që ky gjithë jetën e vet të kalojë ishemi cerebrale. Dhe ishemia cerebrale është një nga problemet kryesore të ditëve tona, sepse duke rritur jetëgjatësinë e popullatës, fenomenet trombotike në tru rriten. Dhe sot në urgjencat e përgjithshme neurologjike, shumë pacientë na vinë me tromboza në tru. Nëse një trombozë në tru mund të diagnostikohet shumë saktë nga mjeku radiolog, nga mjeku neurolog, por nuk trajtohet deri në 6 orë të para, probabiliteti është që ajo zonë e trurit e cila ka ngelur pa u furnizuar me oksigjen, tashmë të shkaktojë vdekje qelizore ose nekrozë. Dhe simptomatologjia e pacientit tashmë bëhet e parikuperueshme më. Dhe kur flasim për simptomatologji, kemi fjalë për një pacient që ngelet i paralizuar, për një pacient i cili nuk mund të flasë më dot, për një pacient që gjysma e trupit të tij tashmë nuk lëviz dot. Dhe për ta parandaluar këto simptoma, nëpërmjet imazherisë intervencionuese, nëse diagnostikohet 6 orë të para, shkohet përsëri me një tel deri në vendin e trombit, kalohet një kateter ose një tub i holl deri në atë nivel dhe nëpërmjet saj ti mund ta kapësh trombin dhe ta heqësh. Me pak fjalë po ta paralizojmë është sikur bllokoj një tub uji dhe ti futesh me një rrjedhë dhe e kap atë bllokimin dhe e nxjerr jashtë. Njëjta gjë. Por nëse kjo gjë realizohet brenda 6 orëve të para, simptomatologjia e pacientit është totalisht e rikthyeshme dhe ky pacient, nga një pacient invalid në të ardhmen, do ishte totalisht i shëndetshëm. Kjo është për sa i përket imazherisë intervencionuese vaskulare. Kur kalojmë te imazheria jo vaskulare, kemi një fushë goxha më të gjerë. Për shembull, nëse një pacient lërë me kancer të pankreasit ose me kancer të rrugëve biliare, shpeshherë këto pacient nuk vdesin nga vetë kanceri, por vdesin nga komplikacioni që shfaq kanceri. Dhe komplikacioni më i shpesh të këto është bllokimi i rrugëve të tëmfit, e cila klinikisht shfaqet me verdhës. Pra çdo familjar i cili ka parë një pacient që ka pas të gjendje, ka parë që simptomatologjia e tij është verdha. Atëherë nëpërmjet imazherisë intervencionuese, me anë të një ekografie, me anë të një agje të gjatë që është rreth 10 cm i gjatë ose më shumë, ne zgjedhim rrugën e tëmfit që është zgjeruar. Dhe nëpërmjet ekos ne futemi me agje duke e punktuar, pra duke gjetur këtë penë. Dhe pikërisht kjo mundësi na lejon që të kalojmë një tel të holl brenda ngushtimit deri në gjithë trajektoren ose rrugën që duhet kishte rruga normale, dhe brenda kësaj vendoset përsëri një unazë, e cila zgjeron rrugët e tëmfit të ngushtuara tashmë, dhe pacienti, nga një pacient i cili do vdiste nga verza, nga komplikacione që shfaqet me kruarje, me zverdhje të fytyrës, me zverdhje të lëkurës, të sklerave me radhë, bilirubini e tij do binte. Kjo nuk do e shëronte pacientin, por kjo do ishte rruga e parë që ne na jepte kohë për të shëruar tumorin që ka pacienti nëpërmjet terapive specifike për tumorin. Dhe kur flasim për terapi specifike për tumorin, këtu përsëri bën pjesë imazheria intervencionuese që ka disa lloje terapish. Një nga terapitë është ajo që quhet embolizimi ose kemioembolizimi. Çfarë do thotë të kemioembolizosh një masë tumorale? Të kemioembolizosh një masë tumorale do thotë që ti të shkosh dhe të gjesh enën e gjakut nga e cila furnizohet kjo masë. Dhe nëpërmjet imazherisë intervencionuese ti shkon pikërisht në enën e gjakut që furnizon masën. Dhe pikërisht në këtë enë gjaku ti mundëson lëshimin e ilaçit i cili do vrisë qelizat tumorale dhe më pas bllokimin e enës së gjakut duke i munguar oksigjeni këtij indi.
Dhe për sa kohë mungon oksigjeni masës tumorale, ajo do vdes në vetvete. Pra ti nëpërmjet kësaj gjëje e ke shëruar një masë tumorale e cila do rritej, por nga pamundësia tashmë do vdes si pasojë mungesës së oksigjenit dhe kimioterapisë. Dhe kjo quhet kimioembolizimi i masave tumorale. Një etapë e dytë mund të realizohet që përsëri nëpërmjet imazherisë intervencionuese nga lëkura, ti nën skaner fut një agje në qendër të masës tumorale dhe kjo agje është e lidhur me një aparaturë që shkakton djegjen. Dhe quhet ablazioni i masave tumorale, të cilat e djegin të gjithë masën tumorale. Dhe në këtë formë ajo e nxjerr totalisht nga qarkullimi. Këto ndërhyrje realizohen zakonisht për pacientët që mund të kenë 1, 2 ose 3 metastaza në mëlçi ose vetëm një formacion të lindur kryesor të mëlçisë. Në pacientët që kanë shumë metastaza që në Shqipëri themi fatkeqësisht që jemi pa shpresa, ekziston një tjetër që quhet portkati rajonal. Pra ti çon një kateter që e fut në enën kryesore të arterjes hepatike quhet në gjuhë mjekësore, që është ena kryesore që furnizon me gjak mëlçin. Dhe pikërisht në këtë ti lëshon të gjitha ilaçet që trajton tumorin. Dhe kjo çfarë bën? Ndryshe nga një pacient i cili duke bërë kimioterapi të përgjithshme të trupit, krijon komplikacione duke rënë rruzat e gjakut, duke pas ulçer në stomak e me radhë, të cilat e bëjnë të pamundur kimioterapinë apo terapinë hormonale. Terapia lokale vetëm në mëlçi i eliminon trupin nga kundër indikacionet e terapisë dhe ti trajton vetëm masat tumorale që janë në mëlçi. Pra, po ta shohim, gjërësia është aq e gjerë sa që ne futemi në çdo organ të mundshëm. Ndërkohë për pacientët të cilët normalisht marrin kimioterapi, është një gjë që bëhet një portkat quhet, po më nëpërmjet imazherisë intervencionuese, realizohet funksioni i venës në këtë nivelin e qafës dhe pikërisht këtu duke krijuar një tunel në lëkurë, ne vendosim një aparat i cili quhet portkat, kateter, i cili shërben si një valvulë që pacienti nëpërmjet kësaj valvulës për një efekt 1 vjeçar, 6 muaj, për sa kohë ai merr terapi, ngul gjilpërën aty dhe merr terapinë pikërisht në këtë nivel, duke e çuar atë në qarkullimin kryesor të gjakut. Sepse pjesa më e madhe e pacientëve që fatkeqësisht marrin terapi kanë probleme me enët e gjakut, dhe enët e gjakut e tyre qahen, hollohen, bëhen të pamundura për të bërë terapi, dhe të gjithë këto pacientë referohet bërja e portkat terapisë, pra vendosja e një kateteri. Ose në njëjta gjë në pacientët të cilët kanë dializë, pra një pacient i cili del veshka e tij jashtë funksionit ka nevojë urgjente për të bërë dializë. Ky pacient është i pamundur që në atë moment të ketë realizuar atë që ne i themi bypassin midis arterjes dhe venës për ta bërë gati për një aparat dialize. Dhe pikërisht në këto raste indikohet vendosja e një kateteri të dializës, e cila përsëri vendoset në këtë nivelin këtu, duke kaluar me një agje të hollë në zemër dhe kalohet në tunel poshtë lëkurës dhe pacienti futet një kateter që ka 2 rrugë, një rrugë që merr gjakun venos dhe një rrugë që çon gjakun arterial. Dhe pikërisht kjo lidhet me aparatin e dializës dhe pacienti, nga një pacient që duhet priste 6 muaj derisa të bëhet gati për dializë nëpërmjet kirurgjisë, mund të bëhet më një herë direkte pas procedurës gati për të shkuar në dializë. Një pjesë tjetër totalisht e imazherisë intervencionuese është trajtimi i dhimbjes. Shpeshherë ne na vin pacientë që thonë kemi dhimbje shpine. Dhe terapia e parë që secili prej nesh bën është rezonanca magnetike për të vendosur diagnozën. Dhe pasi ne kemi vendosur diagnozën, pacienti pyet çfarë bëjmë tani. Dhe shpeshherë terapia e parë, kur është gradë e parë e dytë, themi që ti ke nevojë për fizioterapi për të rregulluar kontrakturën muskulare dhe terapi medikamentoze. Dhe kur pyet për rruga tjetër, po s'mbëri mirë kjo gjë, shpeshherë ne referojmë kirurgjinë. Po midis terapisë medikamentoze dhe fizioterapisë dhe kirurgjisë ka një rrugë të mesme, që është përsëri imazheria intervencionuese, e cila nëpërmjet një agje në drejtimin e skanerit tashmë realizohet dërgimi i agjes pikërisht në vendin ku disku tashmë ka dalë dhe shtyp nervin. Dhe ajo terapi medikale që merret nëpërmjet gojës, e cila tashmë s'ka bërë efekt tek pacienti, mund të injektohet direkte pikërisht aty ku ka dalë disku. Dhe kjo terapi mundëson që disku i tij të rrudhet dhe të shkojë në pozicionin e parë duke lënë të lirë nervin. Dhe ky pacient mund të trajtohet me anë të një gjilpëre e quar në vendin e duhur pikërisht nëpërmjet drejtimit me imazhe, pa pasur nevojë për kirurgji. Pra gama është shumë e gjerë dhe pacientët normalisht mund të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga imazheria intervencionuese. Kjo teknologji e re ofrohet në spitalet publike apo vetëm në aktualisht në spitalet publike shqiptare imazheria intervencionuese të themi është akoma në fazat shumë fillestare, mund të realizohet vetëm pjesa e biopsisë, pjesa tjetër jo aktualisht.
unë aktualisht po bëj një trajnim për ta futur në spitalet shqiptare këtë lloj terapie. Është një nga të ardhmet e mjekësisë. Në 30 vitet e fundit e gjithë bota perëndimore, pjesë më të madhe të procedurave i bën nëpërmjet imazherisë intervencionuese. Sigurisht që është një konflikt i madh midis imazheristëve intervencionues dhe kirurgëve për të marrë kush prej tyre do e bëj atë lloj ndërhyrje, sepse normalisht i bie që një pacient i cili do ishte operuar, po themi për rrugët e tëmthit, do qëndronte le të themi 8 ditë ose 9 ditë në spital, ndërkohë një procedurë intervencionuese mjafton vetëm një ditë hospitalizim. Dhe kjo do të arrisë shumë kostot e mira për spitalet, sepse shfrytëzimi i shtatit do ishte për 8 persona, ndërkohë që shfrytëzohet vetëm për 1. Por nga ana tjetër, imazheria intervencionuese ka pak kosto më të larta se sa kirurgjia e hapur, sepse përdor materiale që kanë kosto më të lartë, që janë gidat, kateterët dhe me radhë. Kjo është një luftë e vazhdueshme, po për të mirën e pacientit, normalisht imazheria intervencionuese është e ardhmja e terapive në vazhdim. Të qëndrojmë tek këto kushtet aktuale që kemi ne në Shqipëri. Cilat janë disa nga ekzamenimet më të shpeshta që bëhen nga qytetarë shqiptar që ju i keni vënë re më të shpeshta për të kuptuar edhe kush janë diagnozat që kanë ata? Atëherë, sot normalisht përsa i përkasim diagnostifikimit, ajo çfarë ka fluksin më të madh të ekzaminimeve është ekografia. Ekografia ka fluksin më të madh për 2 arsye kryesore. Para është ekzaminimi pa rrezikshëm, sepse nuk ka rrezatim ionizues, pra përdor valët e ultratingujve për diagnozë. Dhe e dyta fatmirësisht është e kudo gjendur. Pra sot një aparat ekografie mund ta gjesh edhe në Korçë, edhe në Shkodër, edhe në Tiranë, edhe në Kukës, edhe në Peshkopi, pra në çdo vend që ti kërkon ta gjesh. I vetmi problemi i ekografisë është që varet jashtëzakonisht shumë nga operatori, pra varet se kush e bën. Dhe që do thotë, një ekografi e bërë nga një person i cili nuk e ka specializimin e mjaftueshëm për të kryer, për të njëjtën pamje që mund të nxjerrë aparati, mund të jap një interpretim krejt tjetër nga një pacient tjetër. Dhe kjo ka lidhje shumë pastaj me mënyrën se si ti e bën një ekzaminim dhe mënyrën se sa ti je i specializuar për atë gjë. Për shembull, para rreth 10 ditësh, më telefonon një pacient, unë isha jashtë Shqipërisë dhe më thotë që kam dhimbje barku të tmerrshme dhe referoj për të bërë një ekografi sepse nuk isha. Dhe mjeku që i bën i thotë ka apendicit sepse pa ujë në fundin e barkut afër apendicitit. Dhe në telefonatën time me të e pyes, i them, fal, apendiciti sa kishte diametrin, tha apendiciti ishte normal, vetëm se kishte ujë rrotull. Dhe gjëja e parë që shkoi në mend i thash mos ishte një kist i vezores i plasur që ka shkaktuar ujë. Dhe marr pacientin dhe i thash mos u opero pa bërë një ekzaminim tjetër që mund të jetë skaneri, sepse mund mos jetë fare apendicit, është thjesht një kist i plasur. Dhe përfundimisht, diagnoza ishte kisti rupturuar i ovarit dhe terapia e pacientes u bërë nëpërmjet mënyrës medikamentoze pa pasur operacion. Pra, prania e ujit përreth apendicitit nga 2 persona të ndryshëm mund të interpretohet 2 gjëra ndryshme. Njëri apendicit dhe njëri kist ovarit rupturuar. Pikërisht anamneza e pacientes, mënyra se si ka ardhur dhimbja, mënyra se si e ka bilancin e analizave të gjakut, na i lejon ne të mirë interpretojmë të dhënat imazherike dhe shkojmë drejt diagnozës. Kështu që pavarësisht ekografia është lehtësisht e gjendshme, duhet patjetër të gjejmë persona të cilët janë të mirë trajnuar për të realizuar këtë ekzaminim dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që ekzaminimi imazherik të mos kthehet vetëm në një imazh. Pra pacienti të merret një anamnezë detajuar, të bëhet një ekzaminim imazherik dhe së fundmi të bëhet edhe një bilancë analizash biokimike për ta konfirmuar atë çfarë ne kemi thënë nëpërmjet imazhit. Në fakt doja të pyesja që të mos ndodhin gjëra të tilla, çfarë duhet bëj një pacient në momentin që ndjen një dhimbje? Pra, kush është rruga që duhet ndjek? Gjëja e parë, një pacient në momentin që ka dhimbje duhet të shkojë tek një mjek specialist. Pra, logjika është jo çdo një person i cili ka një eko në kabinetin e tij është i trajtuar për imazheri. Dhe diagnoza në imazh është në specializim brenda mjekësisë që është 4 vite. Dhe shpesh herë mjek të fushave të ndryshme më telefonojnë dhe më thonë dua të bëj një trajnim për këtë gjë, 2 muaj, 3 muaj. Dhe shpesh herë them me mirëdashje, them ti mund ta bësh për ta kuptuar më mirë imazhin. Por nuk do kesh kur mundësi që ti të jesh personi që do i vendosësh përfundimisht diagnozën pacientit. Sepse parimi është i tillë që numri ose ekspertiza për të kryer një ekzaminim varet edhe nga numri i ekzaminimeve që ke bërë. Pra një person i cili mund bëj 20 ekzaminime gjithë vitin dhe një person që bën 2000 ekzaminime gjithë vitin nuk mund të ketë njëjtën ekspertizë. Kështu që personat të cilët janë trajtuar në imazheri merren vetëm me këtë gjë gjithë ditën. Pra unë bëj çdo ditë po themi 40 ekzaminime ekografike. Me dashje ose pa dashje, më ka arritur të shoh dhe raste shumë të rralla, të cilat normalisht mund të përkasin pacientin që nesër mund të trokasin derën time.
Ndërkohë që një person I cili mund të bëjë 2 raste, sepse ekografi nuk e ka si primare në ekzaminim, po e ka si suplementare, pra unë kam edhe një eko pavarësisht se bëj vetëm vizita klinike, atëherë ky mjek nuk do e ketë të mundur ta evidentojë një rast I cili është I rrallë. Dhe pikërisht unë do I sugjeroja çdo pacienti që përpara se shkonte tek një mjek, të pyeste kush është ky mjeku. Pra, nëse ti vjen tek unë them përshëndetje, unë jam doktor Almir Skanda dhe jam mjek radiolog. Pra, prezantohem çfarë specializimi kam. Dhe sigurisht nuk mund të them që unë jam mjek kirurg. Dhe nëse tek unë do vije për ta hequr apendicitin, kjo ishte dera e gabuar për të ardhur. Por ama nëse të shkoje te kirurgu për të vendosur diagnozën e apendicitit, sigurisht do ishte dera e gabuar për të shkuar. Kështu që secili nga ne ka role të ndryshme në atë që është ansambli I mjekësisë. Imazheria ka rol diagnostikues. Imazheria intervencionuese ka rol trajtues për sëmundjet që ajo përfshin. Kirurgjia ka rol trajtues për ato që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Dhe të gjitha këto ndarje ndahen pasi është vendosur diagnoza. Pra, diagnoza është ajo çfarë na ndan rrugët. Pra, ky pacienti është për një nefrolog, ky pacienti është për një ginekolog, ky pacienti është për një kirurg, por para së gjithash është diagnoza. Dhe siç e theksuam në fillim, diagnoza ka 3 gjëra. Mënyrën se si ka ardhur dhimbja, kush janë simptomat bashkëshoqëruese të dhimbjes, një ekzaminim I mirë imazherik për të vendosur imazhet primare për ta vlerësuar kush është shkaku I kësaj dhimbje, dhe analizat laboratorike të pacientit. Sa shpesh ka ndodhur që përmes imazherisë të ndryshohet diagnoza e pacientit? Sot është bërë rutinë që shpeshherë po të shkosh në çdo spital apo në çdo urgjencë apo në çdo mjek, askush nuk arrin përfundimisht vendosjen E diagnoze përfundimtare pa e korreluar me të dhënat. Pra, sot edhe po të shkosh në një konsult gastropatologjike dhe mjeku nga mënyra e jote anamnezës të jetë I sigurt që ti dhimbjen e ke nga stomaku, do të thotë patjetër që ti do bësh një ekobarku për të parë nëse tëmthi ka gur, nëse rrugët e tëmthit janë të lira, nëse pankrasi ka diçka. Pra sot është futur në protokoll mjekimi, diagnostifikimi, pjesa e ekzaminimit paraprak. Pra gjithmonë kur bëhet një vizitë klinike, mjeku klinicist ka të drejtë të shkruajë suspektoj që pacienti mund të ketë këtë gjë. Pra unë dyshoj që pacienti mund të ketë këtë gjë. Por është ekzaminimet imazherike dhe laboratorike që vendosin diagnozën. Për shembull, jo më larg se para 6 muajsh, më vjen një djalë I ri që ishte 18-19 vjeç me një dhimbje barku të tmerrshme. Në momentin që prek barkun, në prekjen kirurgjikale të barkut ishte bark abdomen akut, themin ne, që ky pacient duhet patjetër të operohet. Dhe I kam bërë një eko e cila mund të ketë zgjatur 40 minuta për të kapur apendicitin dhe apendicitin nuk e diagnostikoja të këtij pacienti. Dhe më pas kalova të bëra skaner. Dhe në skaner parë diçka që më bëri dhe mirë që e pam, dhe shpëtuam totalisht pacientin nga operacioni. Ishte një infekcion, quhet divertikulit inflamuar I zorës së trash. Dhe ishte një infekcion totalisht I zorës së trash, e cila fshiheshte pas pjesës së djathtë majtas fshikëzës urinare, e cila imitonte nga ana klinike tipikisht një apendicit akut. Por ky pacient u trajtua vetëm antibiotik për 10 ditë, dhe pas 10 ditësh ishte totalisht I shëruar. Pra, edhe zgjidhja e modalitetit varet jashtëzakonisht shumë nga mënyra anamnezës dhe nga mjeku. Pra, dhimbja e barkut gjëja e parë eko. Në momentin që ekoja ngjitet jo diagnostikuese, sigurisht që kalohet te një ekzaminim I rangut më të lartë, që ka kosto më të lartë, është rezultues gjithsesi, por ama në këtë rast na duhet që ishte skaneri. Por asnjëherë nuk shohet pacientin në ndërhyrje kirurgjikale pa vendosur një diagnozë përfundimtare të tij. Ju ka ndodhur ndonjëherë që përmes një diagnozë, një imazherie të dalë një problematik shumë e madhe, pra një gjetje e vogël e juaja ka treguar një problematik shumë të madhe tek pacienti. Për shembull, nuk harroj, para shumë vitesh, mund të ketë rreth 5-6 vite, isha në klinika një ish profesorit tim dhe po bëja një ekobarku. Dhe gjatë ekzaminimit shikoj një gjë që ishte e bardhë në ekografi. Po më trajtoheshe në zor. Dhe I them pacientit që ke ngrënë ndonjëherë në gjë? Po kam ngrënë sa doktor si gjithë tjerët, dhe ajo çfarë më jepte imazhi, më jepte sigurisht një kock brenda zorës. Dhe kocka kishte shpuar zorën, por ishte I kapsuluar brenda asaj zone dhe trupi vetë kishte shëruar këtë gjë. Pra pacientja nuk kishte dhimbje, pra vjen për një ekzaminim totalisht normal. Dhe bën skaner, konfirmohet diagnoza dhe operohet, dhe pastaj vinte dhe më thoshte, shiko, thoshte se unë do vi her pas here tek ju sepse ke kap një kockë e cila normalisht nuk kapet me eko. Por kjo zona këtu, nëse do liheshte për efekte të gjata kohore, automatikisht ajo mundet që të infektonte një zonë më të gjerë dhe të bëheshte një problem I rëndësishëm.
Ajo që nuk e harroj, fatkeqësisht është një aneurizëm i aortës abdominale, është një zgjerim i aortës. Ku pacienti një ditë të shtunë, rreth orës 2 ose 3, vjen dhe më telefonojnë te një klinikë, thotë kemi një eko barku, lutem a vjen ta bëjmë. Dhe mendova si ditë të shtunë, thash po bëj edhe këtë ekon dhe po e mbyll ditën time sot. Dhe ndërkohë që po bëja ekon, sa po vendos sondën në barkun e pacientit, sonda godiste. Ashtu siç godet pulsi kur ne e prekim. Dhe ishte vetëm kjo e dhënë që mua më dërgoi në idenë që pacienti ka një aneurizëm ose zgjerim të aortës abdominale. Evidentimi nga ana ekografike e kësaj ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse gjithë zora dhe aneurizmi ishte i mbushur me gaz rreth rrotull. Dhe ekografia ka shumë të pamundur vlerësimin e indeve poshtë gazit, sepse gazi e kthen pas tufën e ultratingut dhe nuk lejon të shohësh pas. Por meqense klinikisht më ishte mbushur mendja që pacienti kishte aneurizëm, tentova e ktheva në pozicione ndryshme derisa kapa aortën, e cila ishte rreth 4.8 cm. Dhe i them familjarit, sepse pacienti ishte i moshuar, i them që babai juaj ka një bombë sahat, e cila mund të mos plas kur, po mund të plas në këtë moment. Po çarja e aortës abdominale me aneurizëm është fatale. Pra pacienti humbi jetën. Në atë moment e bashkëshoqëroj, e marrim në makinë, e çojmë në urgjencë, i bëjmë një skaner, konfirmojmë diagnozën dhe pacienti shtrohet në reanimacion dhe në momentin që infermieri vendos kateterin për të zbrazur shikzën e urinës, që është një protokoll normal i një pacienti të shruar në reanimacion, aorta plas dhe pacienti vdes. Dhe nuk e harroj, domethënë si episod, dhe shpeshherë u them shpeshherë gastropatologëve që kur mos bëni një sondë stomaku pa bërë ekobarku, sepse mund të jetë një rast i ngjashëm. Sigurisht që ndodh rrallë, por që ndodh. Dhe pacienti fatkeqësisht kishte qenë në 4 herë në 4 urgjenca të ndryshme për të realizuar një ekobarku dhe të 4 urgjencat, ndoshta edhe nga fluksi punës së me radhë, i kishin thënë që ka gaz në zorë që dukej në eko dhe ka nevojë për sondën e zorës trash. Ndërkohë që smundja që fshihet pas ishte një aneurizëm e aortës abdominale. Kështu që shpeshherë unë them që një profesor i imi përdorte një shprehje që ishte po e marrë dhe thoshte një shprehje shumë të bukur. Gabimi fshihet midis neglizhencës dhe padijes. Dhe nëse ne neglizhojmë, pra themi se ky pacienti nuk ka gjë, pra ti e paragjykon pacientin tënd, ose thua këtë se kam pa dhe njerë, po e kaloj se mund të jetë normale, pikërisht këtu duhet ndalojmë, sepse këto janë 2 pika që ne mund të na shtohet gabimi. Kështu që çdo pacient duhet merret individualizuar dhe mund të ndodhë që patologjia e tij të jetë në 1 në 1 milion. Dhe pikërisht ai 1 në 1 milion na bie ne në dorë. Për shembull, nuk e harroj ka qenë një fëmijë tjetër, 14 vjeç ose 15 vjeç, dhe kishte një sindrom të venave të këmbës. Dhe ishte vizituar në Itali, ishte vizituar në vende të tjera dhe pjesa më e madhe i thoshin ke variqe. Dhe i kishin bërë sklerotizim të variqeve dhe më vjen për ta vizituar, për të bërë rezonancë në atë kohë, dhe rezonanca i thash nuk bën sepse ishte shumë e shkurtër. Dhe bëj një metodologji skaneri që ishte krejt ndryshe nga protokolli normal dhe gjeni një sindrom i cili ishte 1 në 2 milion persona. Dhe ky iku në Angli pastaj dhe në Angli i thanë si është e mundur që në Shqipëri me kaq pak banor ka ndodhur ky sindromi. Pra ne nuk e dim, pra probabiliteti nuk është që duke qenë popullatë e vogël nuk do e kemi kur atë sindromin që normalisht. Dhe sot shpeshherë kur po merrem tashmë me studime të tjera, kur më kthehet ai sindromi që e lexoj si sindrom e rrallë, automatikisht më shkon mendja tek ai pacienti. Po shpeshherë nuk duhet të jemi, pra pacienti mund të ketë një gjë që ne nuk e kemi lexuar akoma. Dhe ne paralelisht duhet marrësh të dhënat radiologjike dhe ato ne duhet i skedojmë në mendin tonë. Dhe pse jo, të rilexojmë për të gjetur ato të dhëna për një smundje ndoshta që nuk është prekur deri në atë moment në eksperiencën tonë. Doktor, mundet çdo person që të bëj eko, skaner, pa një rekomandim eko, pra vendos në mendin e tij që unë sot do shkoj të bëj një eko? Atëherë, pjesa më e madhe e pacientëve që ne na telefonojnë sigurisht që nuk ka rekomandim nga mjeku. Sot një nga mjekët më të mirë për pacientët është bërë ChatGPT-ja. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht, po më tepër fatkeqësisht. Për një arsye sepse ajo nuk është një mendje që të krijon ty në mënyrë të kthjellët simptomat e tua. Dhe ashtu si dikur ishte Google-i, thoshim mjeku nuk mund të jetë Google, është që në momentin që ti kërkon, në varësi të dhënave që ti i fut pacient, i fut nga anamneza jote, ajo të nxjerr disa gjëra por që mund të mos jenë reale për ty. Sepse një pacient në vetvete nuk është i ftohtë
për simptomatologjinë e tij, dhe çdo simptom ai nuk e shikon në mënyrë të ftohtë, ndryshe nga që sheh një mjek. Prandaj mjekët shpeshherë nuk ta lejohet vizitojnë familjarët tonë, sepse duke humbur ftohtësi në gjykim, ne mund ta mbivlerësojmë apo të nënvlerësojmë një simptom të caktuar. Dhe pavarësisht se inteligjenca artificiale është e ftohtë, ajo është e ftohtë, por është emocionale në varësi të dhënave që ne vendosim. Atëherë rruga më e mirë që një pacient mund të bëjë është që simptomatologjinë që ai ka, ta këshillojë me një mjek, kushdo qoftë ai, sepse çdo mjek që ekziston në Republikën e Shqipërisë apo saj, përpara se të jetë bërë specialist në një fushë të caktuar, ka bërë 6 vite mjekësi të përgjithshme. Dhe ai është më i miri i mundshëm për të vendosur një dyshim klinik. Pra, nëpërmjet këtij shqetësimi që ju keni, dyshimi për diagnozën tuaj është ky. Dhe pikërisht mbi bazën e këtij dyshimi klinik që ne vendosim, përcaktojmë kush janë ekzaminimet që duhet bëjmë, që mund të jetë eko, rezonancë, skanner. Shpeshherë mund vinë për shembull dhe më thonë, doktor, dua të bëj një eko të muskulit këmbës sepse më është mpir këmba. Dhe unë i them, ti shumë mirë ka ardhur në vendin e duhur, por s'ke nevojë fare për eko. Pse më thotë? Sepse dhimbja e këmbës ka lidhje me shtullën kurrizore. Pra, dëmtimi jot është në shtullën kurrizore, në diskun e shtullës kurrizore, pavarësisht se dhimbja jote është e drejtë që është në këmbë. Po thotë si, nuk më dhën fare shtylla, dhe shpeshherë i bëj një paralelizëm shumë thjeshtë, i them shpeshherë qelsin e dritës, e fik tek drita apo te qelsi. Dhe jo thotë hyrja e derës shtëpisë, atëherë them edhe dhimbja, problemin e ke këtu dhe dhimbja referohet diku tjetër. Pra, nuk duhet bëjmë ekzaminime pa bërë një këshillim mjekësor. Pasi bëhet këshillimi mjekësor, vetëm mjeku ai që sugjeron kush është ekzaminimi më i mirë për atë pacient. Dhe shpeshherë dhe midis specialistëve të mjekësisë, kur bëhet fjalë për ekzaminime radiologjike, janë ato që na bëjnë pjesë të stafeve të tyre, pra një staf multidisiplinar, është një mjek radiolog i cili pasi po themi gastropatologu ka vendosur kush janë dyshimet klinike, na pyet cili nga ekzaminimet radiologjike do jetë më i miri për të vendosur diagnozën e kësaj sëmundje që unë mendoj se mund të ketë pacienti. Dhe ne themi po, është kjo gjë, për shembull. Ja po tregoj një rast që është dikur vjen një pacient për një rezonancë të shtullës kurrizore. Dhe rastësisht në veshk ne shohim informacion tumoral, që ishte i rastësishëm. Dhe pasi e pam, me marr pacientin dhe e kalojmë në eko. I bëj ekografi, në eko nuk duke fare. I bëj një skaner pa kontrast, në skaner pa kontrast nuk duke fare. Tumori realisht ishte aty, pra nuk është se tumori nuk ishte. Por karakteristikat e tumorit ishin të ngjashme me korën e veshkës. Dhe meqense madhësia e tij ishte e vogël, ai nuk e kishte kaluar dimensionet e korës dhe lehtësisht në një ekzaminim mund të ngatrohej me këtë gjë. Dhe nëse ky pacient do vinte thjesht për të bërë një eko të zakonshme, pavarësisht se tumori ishte prezent, i do i thoshe nuk është. Dhe vetëm një rezonancë magnetike ose një skaner me kontrast mund ta diagnostikonte pacientin në këtë situatë. Kështu që në varësi se kush është diagnoza që ne dyshojmë që mund të ketë pacienti, pikërisht ne vlerësojmë kush është ekzaminimi më i mirë pavarësisht rrjedhsheve apo kostove që mund të ketë ai ekzaminim tek një pacient. Ne shohim sot që sëmundjet tumorale janë përhapur gjithësisht dhe çfarë do të bëjnë qytetarët, sepse ju përmendni një rast që u zbulua rastësisht, pra do të jemi ne më të vëmendshëm të kryejmë më shumë. Atëherë shpeshherë është një problem i madh që nëse ju pyes për shembull në sa kohë ne shkojmë tek berberi, ne themi sa na rritën flokët. Ose themi në sa kohë për shembull ne ndrojmë kputucët, po kur konsumohen kputucët. Ose sa herë rregullojmë makinën, po çdo vit sepse duhet ta kalojmë kualidim. Po ta pyesësh një pacient për shembull, shpeshherë ndodh që shënoj për shembull rikontroll pas 3 muajsh. Dhe vjen pacienti kur ai ka vendosur për të ardhur. Dhe shoh datën kur ka ardhur dhe i them, "Mund të kam thënë për 3 muaj ndërkohë janë bërë 9 muaj." Ua, thotë, "Me vërtet doktor janë bërë 9 muaj?" Problemi qëndron që koha ikën shumë shpejt. Dhe ne duhet jemi po kaq të shpejt në kontroll dhe sa që është koha. Ekzaminimi normal për çdo pacient i cili ka kaluar moshën 30 vjeçare duhet të jetë një kontroll periodik, që është një herë në vit. Dhe kontrolli periodik përfshin një ekobarku, e cila mundësisht do përjashtonte çdo formacion që ndodhet brenda barkut, duke përfshirë lezionet në mbëlqi, në pankaras, në veshka, në stomak, në zor, në mitër, në fshikë urinare. Shpeshherë, për shembull, një nga tumoret kryesore tek meshkujt, që është kanceri i fshikës urinare ose papiloma, është diagnostikuar në ekodiagnostike. Për shembull, kam kapur një pacient 5 mm.
Dhe është kapur një rutinë. Pra çdo se ti një herë në vit krye një kontroll të barku, ti nuk është se do përjashtosh praninë e tumorit, por ama do e kapësh tumorin në atë fazë ku lufta jote kundrejt tij do jetë 100% e fituar. Në qoftë se ne do e lëmë mas 2 vitesh të gjë, atëherë lufta jonë kundrejt tij do jetë e pamundur. Një grafi mushkërish, e cila mundëson të shohim mushkëritë shumë mirë. Për çdo lezion që mund shfaqet në mushkëri. Një eko të tiroidës, sigurisht që duhet ta shohim. Në personat që janë mbi 50 vjeç, duhet bëhet patjetër një eko e gjakut që furnizon truri dhe një eko e këmbëve. Sepse një kalcifikim i vogël që mund të jetë në qaf, nga presioni i lartë i gjakut mund të shkojë në tru dhe t'ia jap isheminë cerebrale të që po flisim bashkë. Dhe një terapi e ndodhur në faza primitive, pra në fazat fillestare të saj, mund ta parandalojë këtë gjë. Dhe nëse ne nuk bëjmë këto kontrolle, është e pamundur që ne nesër ta ankohemi pse na u shfaq ne kjo patologji. Dhe gjithmonë kur ne shohim gjëra të cilat kanë një prediksion më të lartë, për shembull vjen një vajzë dhe thotë unë kam tezën time e cila ka vuajtur nga kanceri i gjirit. Probabiliteti që ky pacient të ketë në historinë e vet familjare një kancer gjiri është më i madh se sa një person i zakonshëm në popullatën e përgjithshme. Dhe kontrollet në këtë pacient nuk bëhen çdo vit, por do bëhen çdo 6 muaj. Pavarësisht sa ajo mund të jetë normale. Kjo është kontrolli i shpejtë, është thjesht një alarm i madh për të kapur diagnozat e hershme. Dhe pikërisht kultura shëndetësore që ne duhet t'i japim çdo pacienti është që kontrolli shëndetësor është rruga e vetme për të parandaluar patologji, për ta ridimensionuar patologjinë në fazat e veta primare. Pra nëse ne kapim një kancer 5 mm, quaj se atë nuk e kemi sepse ne mund ta trajtojmë shumë mirë. E nëse këtë e kapim 5 cm, ndryshon në gjithë situata dhe gjithë konteksti. Kështu që kontrollet mjekësore duhet jenë një nga alarmet ose një datë kalendarike. Për shembull, shpeshherë ne themi sot është shëndeti gruas, sot është shëndeti kësaj, një ditë duhet të jetë shëndeti njeriu, pa atë ditë duhet bëj kontroll çdo njeri. Pra nuk mjafton vetëm kontrolli bazë check-upi, por duhet bëjmë edhe eko dhe gjëra të tjera në mënyrë që të jemi. Po, kontrolli bazë check-upi që sot është vendosur në bazë të disa analizave, le të themi të thjeshta për të kuptuar vetëm le të themi kur patologjia ka arritur në një pikë që funksioni i atij organi ka humbur. Për shembull, nëse mëlçia do të dalë me probleme, veshkat do të dalin me probleme, tregon që 80% e funksionit të saj është prishur. Dhe një organ që ka prishur 80% të funksionit është shumë e vështirë që ta kthesh mbrapsht, ta rikuperosh. Kështu që të dhënat laboratorike vlen, patjetër, por nuk janë e vetmja gjë. Pra pjesa më e madhe shkojnë dhe bëjnë markues tumoral, që është për shembull ca 99 për vezoret, ca 125 apo për vezoret, CA për trupin, ca 15 për gjirin e me radhë. Dhe u dalin mirë dhe rinë të qetë, sikur s'ka gjë. Ndërkohë ne nga eksperienca jonë shohim që shumë tumore që ne i vlerësojmë dhe i kemi konfirmuar me biopsi që janë masa tumorale, mund mos prodhojnë markues tumoral. Që do të thotë ky markues tumoral pavarësisht se është normal, nuk tregon që ka mungesë të lezioneve. Pra, ekzaminimet imazherike janë baza themelore për të parë ndryshime në strukturën e organeve. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme për të parë ndryshime në funksionin e trupit. Dhe vetëm të dyja bashkë mund të vendosë një diagnozë saktë. Por shumë njerëz kanë frikë nga ekzaminimet imazherike. A janë ata të rrezikshme? Frika ndoshta është pak, ne kemi frikë ndaj çdo gjëje që nuk njohim. Dhe zakonisht po nuk e njoftë diçka, sigurisht që do kesh frikë. Ekzaminimet imazherike probabilisht nuk janë të rrezikshme. Një ekografi e ka rrezikshmëri 0, sepse ka valë ultratingush, unë shpeshherë bëj shaka, them këto ja bëjmë bebave, dhe këto ja bëjmë nënave shtatzan, kështu që ti s'ka për çfarë të gjeni gjë sepse është e njëjta gjë. Ose në të kundërt zoria unë gjithë ditën duke bërë eko. Ajo çfarë ka probabilitet për të qenë paksa e rrezikshme është ajo çfarë është skaneri dhe radiografia. Por edhe këtu duhet jemi pak jo të mbi ngarkuar apo të sakrifikuar, sepse kur i thonë një pacient do bëjmë skaner thotë ua rezultatim sepse lexon. Po ju jap një statistikë shumë të thjeshtë. Një grafi pulmoni e rrit probabilitetin për të pasur kancer të mushkërive të barazleshur me 2 cigare duhan. Tashmë, pyetja është, sa prej nesh, duke qenë ngjitur me një person tjetër që po pi cigare në një ambient të hapur apo të mbyllur para shumë vitesh, i ka pirë 2 cigare duhan, pa qenë i informuar që kjo mund të rritë probabilitetin për kancer të mushkërive. Ose një statistikë tjetër, kur ne udhtojmë me avion dhe kalojmë në shpresat e atmosferës, kur rezultimi është i lartë. Thuhet që një skaner mushkërie
merr lehtësimin e barazlesh me 12 orë udhëtimi me avion. Më thuaj kush nga kompanitë ajrore, të cilat ofrojnë udhëtime 12 orë për shembull Tiranë, New York, të merr ty konsensus përpara se ti bësh në avion dhe të presësh biletën që shiko. Probabiliteti që ti mund të shkaktosh kancer nga ky udhëtim është i barazleshëm me një skandër mushkërish. Pra, ne që jemi mjekësi kemi detyrimin ligjor dhe shëndetësor që ta informojmë pacientin. Po ky informim nuk duhet kthehet në një pengesë për të vendosur realizimin e një ekzaminimi sigurisht kur ai është i nevojshëm. Pra, nëse ti vendos bësh skandër pse ka rënë mendje çdo javë sepse arrin në konkluzionet e tua që duhet ta bësh të skandër, ky është mendim i gabuar. Ama nëse një mjek e mendon se ky është ekzaminimi i duhur për të parandaluar situatën tënde shëndetësore për të agravuar më tutje, ky duhet bëhet patjetër pavarësisht këtij risku të vogël që mund të ketë nga rrezatimi. Por nuk ekziston gjithmonë vetëm frika nga rreziku, por edhe frika nga klaustrofobia. Për shembull, ka njerëz që kanë frikë të futen në Tek rezonanca magnetike dhe skanderi është klaustrofobia, ka një zgjidhje për këto pacient që është anestezia. Pra ky pacienti mund të bëhet një ampull me ilaçe që japin gjumë dhe të futet në ekzaminim i përgjumur. Dhe në gjendje të përgjumur, pacienti mund ta kryejë shumë mirë këtë ekzaminim dhe nuk është problem. Shpesh klaustrofobia është më tepër çështje psikologjike. Mund ndodh shpesh me pacientë që mund të kenë frikë dhe kur i them që okay, do më futem dhënë me ty në aparat pa merakëri i qetë, dhe thjesht ri aty brenda se nuk kam çfarë të bëj tjetër. Thjesht qetësia e tij që pranë vetes ka një mjek për çdo situatë që mund të ndodhë atij, ai qetësohet dhe ka arritur ta kryejë ekzaminimin dhe pa pasur nevojë për medikamente. Sepse shpesh përflitet jo kjo zhurma e madhe që ka apo videot që qarkullojnë nëpër rrjete ku nuk lejon ta magnetiket. Atëherë, çdo gjë që është magnetike nuk rekomandohet në rezonancë magnetike sepse ajo funksionon mbi bazën e fushës magnetike. Shpesh e bëj shaka me pacientin i them po patë kart krediti, mos e merr me veten në rezonancë të chargjohet. Pra duke qenë se ajo është magnetike i bin vlera, jo se ke humbur lekët në bank, thjesht karta nuk punon më. Por ideja është e tillë, rezonanca magnetike është kundërindikacion vetëm për pacientët të cilët kanë pacemaker në zemër, pra kanë magnet ose bateri brenda trupit sepse ajo chargjohet. Çdo gjë tjetër sot kur futet për shembull nëse pacienti bën një protezë gjuri, nëse protezi bën implante në gojë apo me radhë, kujdesin që këto implante apo këto procedura që ai të kryen të kenë një material prej titaniumit që mund të përdoren në rezonancë magnetike, sepse është një risk shumë i madh që një pacienti ti heqësh mundësinë për të kryer rezonancë magnetike. Duke ditur që rezonanca magnetike sot është një nga modalitetet më të rëndësishme për të vendosur diagnozën e një patologjie të caktuar. Për shembull, nuk haroj një fëmijë 14 vjeç që trajtohej 3 vite rresht nga një mjek neurolog, duke dhënë qetësues për kokën sepse kishte dhimbje koke, dhe duke menduar që është i vogël, s'mund të ketë asgjë. Edhe thjesht është një migren, dhe kur i kemi bërë ekzaminim, ka dalë me një tumor 8 cm. Dhe në atë moment ishte problemi si do ja thonin familjarët një lajm të tillë sepse ishte tmerrshme. Dhe ta lësh për shembull një rezonancë pa kryer, thjesht që ti ke frikë dhe të mos diagnostikohesh, besoj që është shumë e tmerrshme se sot marrësh riskun e 10 minutave ose 20 minutave sfidë me veten për të qëndruar në një ambient që probabilisht është i mbyllur. Ka pacientë që janë të përjashtuar për të bërë mërin? Të vetëm pacientë që përjashtohen për rezonancë magnetike janë pacientët që kanë pacemaker apo kanë pajisje metalike në trup, të cilat mund të thithen nga fusha magnetike, por dhe këto pacientë realisht mund të bëjmë skaner dhe mund ta diagnostikojmë me një skaner diagnozën e tyre. Sigurisht që ka diagnoza që vetëm rezonanca magnetike mund t'i diagnostikojë, siç janë për shembull lezionet demilinizuese në tru apo probleme të tilla që kanë lidhje me lëndën e bardhë, por për patologjitë madhore siç është tumori, malformacionet e enëve të gjakut në tru apo absceseve në tru, skaneri sigurisht është një metodologji po aq e mirë sa rezonanca magnetike për të vendosur diagnozën. Ka një protokoll që duhet ndjek pacienti ose çfarë duhet ditë një pacient përpara se ta kryejë një ekzaminim të tillë? Shpesh herë ekzaminimet varet për çfarë do e bësh. Pra nëse ne dua të shohim tëmthin, pacienti duhet të jetë esëll. Nëse ne dua të shohim trurin, s'ka nevojë për asgjë. Pra pacienti vjen i papërgatitur. Çdo kabinet imazherie ka detyrim ligjor që në momentin që ai bën rezervimin e pacientit për të kryer atë ekzaminim, ne i dërgojmë pacientit kush janë kushtet për të cilat ai duhet vi, që ekzaminimi del sa më i mirë të jetë i mundshëm. Dhe pikërisht kjo është mënyra para përgatitore dhe gama e ekzaminimeve imazherike është aq e madhe
se që nuk mund të ketë një protokoll standard për të gjitha. Pra pacienti shpeshherë, kur rezervon tek ne, thotë dua të bëj këtë ekzaminim. Dhe ne shpeshherë i kërkojmë arsye pse ai e kërkon këtë ekzaminim. Dhe pikërisht mbi bazën e arsyes ne i themi që metodologjia më e mirë për ta vlerësuar këtë gjë është pikërisht kjo formë. Për shembull, kam pasur pacientë që kishin një gur në rrugët e tëmthit që nuk kapin me ekografi, është shumë e vështirë. Dhe pasi bëra një eko normale, nuk e pash gurin e tëmthit. Dhe meqense unë dyshova që kishte një gushtim të rrugëve të tëmthit, i sugjerova pacientëve që të shkojë të hajë një vakë me yndyrna dhe të mvi 10 minuta pas ushqimit. Dhe 10 minuta pas ushqimit tëmthi i saj tashmë nga ngrënja kontraktohet dhe rrugët e tëmthit zgjerohen. Dhe në këtë moment u diagnostikua guri. Prandaj po them që shpesh herë është shumë e rëndësishme që ne të dimë për çfarë e kryejmë ekzaminimin për përcaktuar kush është situacioni më i mirë i pacientit për të kryer ekzaminimin në atë moment. Qartë. Doktor, ne kemi dhe një rubrik mit apo fakt, ku janë disa konstatime të cilat ju mund t'i sqaroni nëse janë të rreme apo të vërteta. Rezonanca magnetike përdor rrezatim. Absolutisht jo. Rezonanca magnetike përdor valjet e radios dhe rrezatimi në rezonanca magnetike është 0. Për këtë pacienti duhet rri totalisht i sigurt. Çdo gjetje në rezonancë apo skaner do të thotë se kam një sëmundje serioze. Dhe kjo përsëri nuk është saktë. Shpeshherë kur ne themi ke një lezion, fjala lezion merret si tumor diçka e tillë. Shpeshherë çdo gjetje që ne shohim karakterizohet në 2 grupe kryesore. Në ato që quhen gjetje maligne, pra kancer, dhe në ato që quhen gjetje benigne. Dhe gjetjet benigne për shembull mund të jetë një kalcifikim, një grumbullim i gurëve në një zonë të caktuar, e cila është gjetje, duhet të shkruhet, duhet të përshkruhet, por nuk do të ndryshojë në kohë. Dhe ajo nuk do i ndryshojë as pak jetën e pacientit. Ndërkohë që shpeshherë është shumë e rëndësishme që mjeku radiolog në momentin që bën përshkrimin, të mos e lejë përshkrimin e tij invaziv, që do thotë, në mos thotë evidentoj një informacion i cili është kështu, po nuk e dim se çfarë është. Në momentin që ti e ke thënë këtë gjë, gjëja e parë që pacienti do mendoj është që është diçka serioze. Prandaj, një mjek i cili normalisht është i mirë studiuar, duhet të shkojë në konkluzionin se çfarë është. Dhe në momentin që ai ka thënë që ky lezioni është po themi hemangiom, që është grumbullimi i enëve gjaku në tru, pacienti në këtë moment duhet rri i qetë sepse lexon që hemangioma nuk është diçka serioze. Dhe shpeshherë kjo konfondimiteti që çdo lezion është sëmundje është më tepër nga pamundësia për të pasur një raport të mirë qartësuar me një diagnozë përfundimtare që pacienti t'i sqarohet kjo gjë. Pra, një nga pjesët kryesore për pacientin është që jo thjesht i jep një letër dhe i thonë kjo është përgjigjja e ekzaminimit tënd, dhe sigurisht ai nuk është i fushës dhe mund ta keq interpretojë në pjesën më të madhe të rasteve këtë ekzaminim. Por ato gjëra që ke shkruar, ti si mjek duhet t'ia shpjegosh me fjalë popullore pacientit, që ai në momentin që del nga dera e klinikës tënde, të mos ketë më pyetje dhe mos ketë arsye pse duhet të googulloj për gjetur çfarë patologji e kishte, ndërkohë që ti ja ke shpjeguar. Nëse kam stent ose implant metalik, nuk mund të kryej kurrë rezonancë magnetike. Atëherë, shpeshherë kjo duhet të jetë një informacion që çdo pacient i cili ka kryer një ndërhyrje operatore me stent me diçka metalike, duhet gjithmonë në spitalin ku e ka kryer të marrë një letër se kush ka qenë lloji i materialit që është përdorur. Dhe kjo është një pasaportë, le të themi, që e ka me vete. Dhe në 95% të rasteve, pas viteve 2000, kur rezonanca magnetike u bë shumë e përdorshme, pjesa më e madhe e stendeve apo protezave metalike kanë të përbëra nga kobalti dhe nga materiale të cilat normalisht nuk përthithen nga fusha magnetike, pra janë ferro-negativ, pra nuk kanë thithje nga magneti, dhe ato mund ta bëjnë një rezonancë magnetike pa asnjë lloj problemi. Por gjithmonë ne kemi detyrimin ligjor që t'i pyesim kush është materiali që ato kanë protezuar dhe pikërisht ne konfirmojmë që ai material është apo nuk është kompatibël për të kryer një rezonancë magnetike. Po për 5% tjetër që ju nevojitet si... Pra, çdo pacient që ka nevojë të kryejë rezonancë magnetike dhe ka bërë ndërhyrje, duhet të ketë një letër se kush ka qenë lloji materiali që është bërë. Në pjesën më të madhe të rasteve, ky material mund të futet. Nëse materiali thotë që nuk mund të futet në rezonancë magnetike, ato përjashtohen nga kryerja e ekzaminimit. Qartë. Sa më shumë ekzaminime të bëj, aq më mirë për shëndetin tim.
Unë mendoj që duhet ta ndryshojmë këtë fjalin, themi po të bëj ekzaminimin e duhur, aq më mirë për shëndetin tim. Që do thotë, para se ne të bëjmë shumë ekzaminime, duhet të konsultojmë një mjek për ta pyetur kush është ekzaminimi i duhur për të kryer për shqetësimin e tij. Dhe pikërisht ky ekzaminim është ekzaminimi më i mirë që ai mund të kryejë për shëndetin e tij. Pra nuk luan rol sasia. Sasia absolutisht jo, por ekzaminimi i duhur për atë lloj problemi që ai referon. Rezonanca magnetike është ekzaminimi më i mirë për çdo problem shëndetësor. Sigurisht është e gabuar. Në pjesën më të madhe të rasteve rezonanca magnetike mund të jetë shumë e mirë, por është e kufizuar. Për shembull, nëse ne do kishim një kalcifikim në tendinin e supit, dhe pacientja vjen dhe referon thotë nuk e ngrej dot dorën dhe nuk ka dot flokët. Ekzaminimi më i mirë këtë rast do ishte një grafi ose një eko e supit. Rezonanca magnetike do e shifte kur kalcifikimin. Pra ti do shkosh te rezonanca me idenë që është më e shtrenjtë, është më e mirë, shef çdo gjë, ndërkohë që është ekografia, që është shumë e lirë ose grafia që është po aq e lirë, që vendos situatën. Nuk ka ekzaminim perfekt radiologjik. Ka ekzaminim perfekt në varësi të simptomave të pacientit. Dhe ekzaminimi perfekt duhet të individualizohet sipas simptomatologjisë. Pra, çfarë unë dyshoj, për këtë që dyshoj unë, është ky ekzaminim që vendos diagnozë. Në qoftë se kjo diagnozë nuk vendoset me këtë ekzaminim, hajde zgjidhim diçka tjetër. Pra, jo çdo gjë që kushton është më e mira. Ka dhe gjëra që kushtojnë pak, po janë shumë më të mira për atë çfarë ankon pacienti. E qartë. Duke qenë se jemi në fund të bisedës, do doja nga ju një mesazh për gjithë ata që na ndjekin. Do thoya që shëndeti është pasuria më e madhe që ne kemi të gjithë. Le të bëhemi pjesë e familjes së shëndetit, duke u vizituar me persona të cilët normalisht ne kemi besim te këto, dhe më e rëndësishme nga të gjitha, kur mos dilni nga një konsult me mjekun me pyetje në kokën tuaj. Pra në momentin që ju dilni nga një konsult me mjekun, duhet jeni pas një pyetje për të kërkuar në platformat të tjera të inteligjencës artificiale apo të Google-it qofshin. Doktor, shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me ndjekësit tanë. Faleminderit ju. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë miru takofshim.